Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave. Gjej rastin t'ju përshëndes të gjithëve nga studiot e RTS Shkodrës, gjithashtu edhe nga kanali televiziv i Radio Televizionit të Shkodrës. Gjithashtu përshëndes edhe ndjekësit në valët 92 MHz që ndjekin emisionin Pena e Shkodrës. E di që përmes valëve 92 MHz Radio Shkodrës ne përcjellim shumë dashuri nga kjo studio dhe gjithashtu ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, ka filluar i nxehti tashmë. Keni kujdes pak me vapën. Duhet të themi kemi kujdes me vapën, jemi ende në maj. I kam thënë kaq shumë shpejt të gjitha sepse mezi po pres që të prezantoj një mike të përzemër që sot kam në studio dhe është një mike e cila nuk vjen sot nga Shkodra, por vjen nga Tuzi për emisionin Pena e Shkodrës. Dhe do ta zbulojmë pak nga pak të gjitha ato hapat dhe ato gjërat që ato e bëjnë kaq unike dhe të veçantë. Si Dorela Berisha. Si Dorela, mirë se erdhe në studio. Faleminderit që pranove ftesën time dhe t'jam mirënjohëse që sot të gjejtë mundësinë për me kanë të emisioni Pena e Shkodrës. Mirë so gjeta, të falenderoj shumë për ftesën, kënaqësi dhe të përgëzoj shumë edhe për emisionin. Mba qefi, sepse në rastet në takimet e mëparshme së bashkut, ishte ajo fjala jote dhe ishte si një dritë jeshile për mua që tha emisionin Pena e Shkodrës, unë ndjek dhe unë mendova që si Dorela është në Tuz, po ndiqet edhe në Tuz emisioni Pena e Shkodrës, kjo ishte një diçka që më dha shumë kënaqësi realisht. Edhe më vjen shumë mirë, por e shoh që pjesa jote kulturore është ajo pjesë e cila dominon në qenien tënde, pavarësisht se ti je një mësuese, ti je një moderatore shumë e zoja, një organizatore shumë e eventeve literare, një promovuese shumë e mirë e librave, po nga po e fillojmë. Atëherë e keni ju në dorë, nga t'ja nga dona. Dëshironi. Si Dorela i ke përfundu studimet në Universitetin Luiz Gurakuqi dhe kjo ishte pak surprizë për mua sepse nuk e bësha krejt kollaj lidhje, nuk e bëja krejt kollaj lidhjen mes si Dorelës që jeton në Tuz, një si Dorelë që ka studiu në Shkodër, një si Dorelë që ka studiu në Koplik. Si është kjo lidhja jote? Shkodër, Koplik, Tuz, si i ke për i Shkodrës? Pse mi ik si Dorela nga Shkodra? Atëherë nganjëherë mund t'ikësh nga Shkodra apo nga Kopliku, por nuk mundesh me ik fatit. Ndoshta kjo ka qenë fati dhe po, patjetër, unë jam malsore, knej kufinit, por e martuar andej në Tuz. Patjetër kam përfundu studimet në Universitetin e Shkodrës, Luiz Gurakuqi, në degën e gjuhës letërsisë dhe mund them që ka qenë një pjesë të cilën unë e kam dasht që prej momentit, po mund them që prej shkollës mesme. Gjithmonë e kam gjetë veten në degën e mësimdhënies. Dhe mendoj që kam ba përzgjedhjen e duhur. Sepse mendoj që është një sot të përçosh dije tek brezat e ri është gjë e mrekullueshme dhe çdo herë më shumë ndjehem e plotësuar në këtë aspekt. Përveç se diçka e mrekullueshme, sot mendoj që është edhe pak sfiduese. Me një kohë ku teknologjia po evolon hap mas hapit me një ritëm marrëmendes. Të duket pak e vështirë të jesh mësuese, ti përkushtohesh kaq shumë dhe i përkushtohesh tashmë një prej atyre degëve që është shumë e kërcënuar, sidomos nga ana e teknologjisë dhe zhvillimit kaq të furishëm të kësaj. Nihet sfiduese, sepse ti je mësuese gjuhës dhe letërsisë në një gjimnaz, përpos edhe të tjerave. Po është sfiduese kjo pjesë? Patjetër që është sfiduese dhe ju edhe thatë, duke qenë se sot teknologjia është bërë pjesë e pashkuqme tashmë e jetës tonë. Edhe është shumë e rëndësishme se si ne mësimdhënësit të qasemi ose të mund t'i motivojmë nxënësit sa më shumë. Edhe t'i gërshetojmë ndoshta deri diku. Patjetër, dhe kjo pjesa e sot, sidomos, por mendoj që gjuhë dhe letërsia është një ndër lëndët që ka një lidhje shumë të veçantë, një lidhje shumë të afërt, ndryshe edhe me nxënësit në përgjithësi, sepse mendoj që çdo gjë në këtë aspekt lidhet e mund ta lidhim edhe me jetën. Absolutisht po. Me arti, letërsisë, ka lidhje pothuajse me të gjitha fushat e tjera të jetës. Është e pashkushme edhe me historinë, edhe me muzikën, me çdo lloj pjesë tjetër të kulturës. Shiko, po ta lidhim arti i letërsisë, i gjuhës edhe i letërsisë, ka lidhje gjanë më kryesore që ne kena me komunikimin.
Edhe po mos ishte kjo ura e komunikimit, mendoj që të gjitha fushat tjera do të ishin me mecë deri diku, sepse gjithmonë komunikimi është e ura e parë lidhse me çdo gjë tjetër. Prandaj kam frikë se nuk e kena kuptuar në kohë, ose rinia nuk e ka kuptuar ende se sa e rëndësishme është gjuha edhe letërsia. E përpos kësaj vi mësis tjetër që vinë të fusha tjera, historia, gjeografia, matematika, fizika, shumë tjetër. Pse rinia ka bë kaq shumë s'po themi regres, nuk do me e quajt një regres, sepse nuk jo të gjithë kanë atë dëshirën që të kenë një prirje drejt fakulteteve më të zbutuna, më të sociale, siç është gjuha dhe letërsia, ose natyrës, siç kemi gjuhën dhe letërsinë. Por pse rinia nuk është më në këtë interesin e madh? Pse ka ik për interesit të kësaj lane më së tepërmi? Është një gjë që unë e veri në Shqipëni, ndoshta në tu s'ka një çështje ndryshe. Ndoshta këtu mund dalim të ky aspekti që thatë edhe ju pak më parë sfidues, se ne kemi një rol kryesor, sidomos pra po them me simullanësit e gjuhës shqipe, sepse ne duhet ta bëjmë orën interesante, lëndën interesante që pastaj nxënësit të jenë të motivuar dhe ta gjejnë veten aty. Do me thonë, kjo është ai misioni që kemi ne si simullanësa të gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Sot nxënësit mund të themi që nuk mund t'i përfshit të gjithë. Kam nxënësa të cilët i kam shumë të interesuar. Jam shumë herë e kënaqur, them sepse kur arri të ndikoj tek ata, dhe marr ndoshta shpesh herë, jo për ta thënë këtu në emision, por tash ta përdorim atë termin feedback prej tyne, edhe pas orëve të mësimit, ku ndoshta ka qelluar me 10 herë të më thonë që deri tani nuk e kemi dashur shumë lëndën e gjuhës dhe të letërsisë, por në moment që ke arti apo në moment që ti e jep këtë lëndë, ne ndjehemi shumë herë më të kyçur, më të fokusuar, më të interesuar në këtë aspekt. Ndoshta mendoj që edhe lënda që të jetë interesante, që nxënësit ta duan, gjithmonë ka të bëjë edhe pjesa e mësimdhënësit. E kuptoj, pa diskutim, mësuesit pa diskutim që ka një rol kyç realisht në mënyrën se si e qas një lanë tek nxënësit. Pak më përpara në bisedën tonë, ju më thot që unë kam arritë që të gjithë klasën të bëj të jetë vëmendshme, kërshi kurrikulave tashmë, dhe kurrikula është goxha e pasun me lexime të ndryshme nga autor të ndryshëm. A mundesh me na tregu sekretin si a ke arrit kësaj, sepse më duket gati e pabesueshme? Absolutisht e besoj, sepse një person që flet me kaq pasion për profesionin, e di që edhe punën e bën ndryshe. Edhe realisht mendoj këtë që ne duhet kena dashni për atë që bëjmë. Ba mos me pas dashni nuk arrim me e ba kaq bukur. Asgjë s'bëhet e bukur kur nuk ke dashni me e ba. Shumë bukur e the, do të thonë, asgjë nëse nuk e don, nuk mund të arrish ta bësh në nivelin e duhur, do të thonë, në atë çka ti shpeshherë është mirë që njeriu me kërku prej vetes, gjithmonë në çfarë do lloj aspektit. Por sa i përket mësimdhënies, mund të më thonë që është një ndër pikat e mia më të forta, por nga ana tjetër edhe pika ime e dobët. Mund të më thonë sekret. Sekret nuk ka sekret, por thjesht me ka një person i cili e ban punën me ndërgjegje. E don si diçka shumë të shejt. Edhe unë e konsideroj këtë mësimdhënien dhe misionin, se unë shpeshherë them të gjithë mësimdhënësit kanë një mision, përveç sa është një profesion. Është vërtet. Dhe mendoj që po arrite të ndikosh te nxënësit, kuptohet me një nivel shpjegimit, kuptohet sepse edhe nxënësi menjëherë të vjen re, të lexon, kur ti të gjithë atë çfarë transmeton tek ata e ban me një vullnet dhe me një pasion të madh. Dhe këtë gjë e kam pas, ata e kanë vure me një herë tek unë. Dhe e vlerësojnë. Dhe në këtë aspekt mund të më thonë që është thjesht nuk bëj gjë tjetër, por jap maksimumin tim dhe e kam gjetë veten në këtë profesion. Por siç e thatë edhe ju vetë, kurrikula mësimore, patjetër, plan programi, ne si
gjuhëtar, pjesa e letërsisë po them në gjimnaz është më shumë dominon letërsia. Dhe letërsia tashmë dihet se është zemra jeme. Kështu që në këtë aspekt ne kemi të parapa me plan program lektyra nga shkrimtar të ndryshëm, të cilat i kemi edhe pjesë të shpjegimit, të përditshëm. Dhe i kanë të detyrueshme. Por tash kjo pjesa kur thua është e detyrueshme është pak më e vështirë sepse nxënësi kur e ka diçka të detyrueshme nuk dua që ta ndjejnë veten të presionuar që duhet ta lexoj. Por gjithmonë zgjedhi forma, mënyra të ndryshme që ata me e bë që me dashuri, me dashni të madhe, me arrit me lexuar një lektyrë shkollore. I kemi për shembull po themi për vitin e parë gjimnazit i kemi deri në 10 lektyra, 7-8 lektyra të cilat sipas edhe fillojmë me letërsinë e vjetër, po themi, dhe vazhdojmë pastaj me letërsinë e rilindjes evropiane etj, ku ata e kam vënë re se në moment që nxënësit ti po them prap, jo të detyruar, por ua shpjegon rëndësinë që ka një lexim i lektyrës, sepse sot po ta marrim këtë aspekt, po kthehem prap te pjesa e teknologjisë, ka arrit me ndiku aq thellë në jetën tonë saqë harrojmë të bëjmë gjëra që i kemi shumë herë më të rëndësishme se sa të rrim për orë të tëra në telefona, në rrjete sociale, kudo tjetër. Dhe ndoshta çdo ditë duke ligjëruar para tyre, duke u treguar rëndësinë që ka leximi, e kanë vënë re edhe ata, e kanë pa që të lexosh fiton. Ka një fjalër pak më të pasur, ndjehen më, po them, kanë më vetbesim kur dalin dhe e analizojnë një vepër para gjithë klasës. Për shembull, kam një formë tjetër kur e bëjmë analizën edhe ju jap shumë rëndësi pjesës së lektyrave shkollore. E ndaj në grupe klasën dhe nga 3 nxënësa për shembull, nganjëherë kush don edhe individual, dhe kemi gjetë një formë që e bëjmë, kemi sot fatmirësisht edhe pjesën e teknologjisë të zhvilluar edhe në shkollë, dhe e ndajmë i caktoj kush e ka, domethënë me radhë, dhe ata e marrin, e lexojnë lektyren, e analizojnë, e punojnë në mënyrën më të mrekullueshme në PowerPoint. Dhe ata dalin tamam edhe ligjërojnë para shokëve, tamam është një formë interaktive, sepse nuk është gjithmonë interesant që mësuesi të jetë në qendër të orës së mësimit. Nganjëherë edhe nxënësi sot bile kërkohet që nxënësi më kanë në qendër të orës së mësimit. Dhe në këtë aspekt e shoh se ata ndjehen të sigurt, dalin para shokëve, shoqeve dhe transmetojnë, japin, po them, atë çka ata bagazhin e tyre, çka ata lexojnë edhe ndjehen shumë të lumtur. E kam vënë re se në këtë aspekt edhe nxënësat mund të them që kanë arrit që lirohen. Po pra. Do të thonë lirohen që nesër në të ardhmen mund të jenë sigurt të dalin të komunikojnë para një publiku gjërë etj. Pra, kjo është ideja është edhe me ndërthur pak teknologjinë bashkë me letërsinë dhe bashkë me lekturën. Është gjë shumë e veçantë bedit me ndërthur, në sensin që mos me ja kriju atë idenë aty në që tipo disi nga ju rutina, sepse rutina aty në tashmë është një celular në dorë, një laptop përpara, një kompjuter, janë gjëra të përditshme të jetës tyne, që nuk ndahen, por përmes këtyre me sjellje dhe letërsinë është një arritje mendoj unë. Atëherë sa i përket kësaj pjese, doja ndalesha që e bëjmë shpeshherë edhe me ndërthurje, domethënë me gërshetim, jo vetëm në formën e pjesës së teknologjisë, por nxënësit u lë edhe atyre në dorë. Kush dëshiron e merr në këtë formë me PowerPoint, ka edhe forma tjera, për shembull në përgatitjen e hamerave, që janë fletë të mëdha, të cilat i punojnë me foto, i shkruajnë, domethënë krejtësisht analizën e këtë aspekt. Aty siç kanë qenë te këndi klasës, që vëhen ngjiten gjëra përmitas, ato ngjiten edhe në mure në gjëra. Okej, kuptoj. Patjetër. Pra ka mënyra, nuk mundesh me thënë që sot nxënësit janë të pamotivuar. Unë mendoj që në qoftë se mësimdhënësi mundohet maksimalisht, ja arrin qëllimit. Unë për vete mund them se ja kam arrit qëllimit në shumë aspekte, po flasim sa i përket edhe pjesës e lektyrave, por edhe në aspektin e mësimdhënies. Shoh që nxënësit tregojnë interes shumë të veçantë, sidomos te kjo pjesa, sepse sot pjesa e leximit është shumë e varfër.
jo vetëm tek nxënësit, por shohim edhe tek të rriturit. Jo, shumë mirë e dini Ariola, sot është shumë e vështirë të ulesh, të ndikosh sot, të shikosh dikën që po lexon apo po merret, nuk po përfshi gjitha, por po them një pjesë e madhe, një pjesë e madhe, ka të vështirë të ulet me libra në dorë, të shfletoj, pa diskutim që sidomos shfletimin e kanë diçka të pakonceptueshme. Është ajo pjesa që ne i marrim PDF tashmë dhe librat, gjë që nuk realisht nuk pajtohem, por nuk është se duhet pajtohem unë që tjerë të lexojnë. Patjetër, por mendoj që asnjëherë vlera e librit nuk humbet. Jo, personalisht unë gjithmonë e gjej veten, sado që kem në një iPad, po them të shfletoj, unë shumë ma lehtë kam me një gjuat erin e librit, atë shfletoj dhe ta lexoj. Diçka ma e të jep idenë e asaj që ti po lexon diçka. Mendoj që të po diçka me vlerë. Nga një herë këto scroll, kemi marrë edhe fjalë që janë nga digjitali, tashmë scroll, por janë aq të shkurta, janë aq pak informacion sa të krijojnë idenë sikur ti po merr shumë informacion, por në të vërtetë nuk është as pak informacion. Po sikur ta marrim me idenë që ne duhet ta përkthejmë, duhet ta sjellim në shqip, dhe ajo përkthimi varet te njohuria e gjuhës që ka tjetri, është edhe më e lodhshme, them unë. Që ta ndërlidhi pak në këtë aspekt që mos themi që tashmë teknologjia nuk duhet e tjerë. Patjetër ne e përdorim në përditshmëri dhe nuk mund të ikim asaj pjese. Shpeshherë, por edhe të nxënësat e përçoj këtë, duhet dim ta përdorim, domethënë, kur na duhet në raste të cilat janë të rëndësishme, por jo që të harxojmë një pjesë të mirë të ditës dhe në fund s'kemi përfituar asgjë. Si Doril, unë kam dëshirë me të bëj një pyetje që ndoshta të lind spontanisht, sepse ti flet me një pasion jashtëzakonisht madh për nxënësit, për orën e mësimit, për mënyrën se si është kurrikula, shumë çka tjetër. Si është raporti juaj midis të gjitha këtyre, po mos shumë ti si mësues me nxënës? Një mësuese i gjuhë letërsisë, se është tjetër ti je një mësuese e një lane tjetër, po them kësaj lane që të gjithë mendojnë dojnë me ju shmang disi. Kjo është ajo pjesa ku tamam doja që dilshe. Raporti mësues-nxënës, në fakt sot duke qenë se dhe nxënësit nuk janë ma ata nxënës të cilët nuk janë të informuar. Sot kjo pjesa prap po e ndërlidh pjesa ku informacioni është shumë herë më i shpejt. Po, është vërtet. Dhe nuk mendoj që duhet me patjetër të fitosh një autoritet në klasë, ti je një mësimdhënës i egër apo i rrept. Dhe në këtë aspekt unë asnjëherë vetëm nuk veproj në këtë, por mundohem që të kem një relacion me nxënësit të afërt. Tu i kanë se edhe vetë letërsia, sidomos me gjimnazistat po flas, por edhe të shkollës nënvjeçare. Letërsia është një ndër lëndë që të afron më së shumti me nxënësit. Absolutisht. Dhe është e tillë që të afron jo vetëm me nxënësit, të afron me jetën e përditshme, me emocionet, në të gjitha aspektet, mund ta themi në çfarë do lloj drejtimi apo aspekti të jetës. Dhe marrëdhëniet me nxënësit i kam shumë të mira. Asnjëherë të vetme, për sa vite që prej vitit 2018 që punoj në arsim, nuk kam pas as më të voglin problem, po flas me nxënës. Edhe biles edhe ata nxënësat e cilët e kanë përfunduar shkollën, akoma gëzoj respekt dhe kudo që më shohin apo më takojnë me një dashamirësi të madhe. Kjo është e veçantë, me një respekt veçantë. Sepse nuk është qëllimi që ti duhet të hysh në atë klasë, të hapësh derën e klasës dhe thjesht të shpjegosh orën e mësimit si robot dhe të dalësh. Shpeshherë ndoshta një fjalë që ti e ke me nxënësit ndikon aq thellë tek ata sa që kuptohet. Unë kuptohem me sy me ta. Kjo është gjëja më veçantë. Në moment që unë flas, në moment që thjesht shikoj, ata me njëherë më kuptojnë me sy. Dhe mendoj që ndoshta njeriu aspekte tjera të jetës nuk po flas, po në këtë drejtim, marrëdhënia, respekti reciprok është më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe u them edhe nxënësave në klasë. Shkolla është institucion edukativo arsimor. Është vërtet.
Nuk është thjesht përçojmë një dije dhe u mbyll, të mësoj një temë të re. Ndoshta është ajo lidhja që duhet me patjetër ta ketë, nëse nuk arrihet me pas atë lidhjen emocionale, që ndoshta shpeshherë quhen nuk duhet lidhemi emocionalisht me nxënësa, por mendoj që është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Mendoj që është një pjesë të rëndësishme, sidomos nëse dëshiron me lanë gjurmë tek brezi që të paktën po kalon përmes teje, po kalon një lloj dije përmes teje. Edhe kjo është gjë shumë e veçantë realisht. Si do Ilona, jam kurioze për një aspekt të tillë është Sonja Shtmase, i cili është emigrimi. Në krahinat e Shqipërisë, qoftë nga ana e veriut, ndoshta pak sa edhe më tepër, emigrimi ka sjellë situata jo fort të këndshme, dhe jo thjesht situata jo të këndshme, por mbylljen edhe të shkollave. Kjo është unë mendoj një plagë shumë e rëndë që ne ende nuk po mësohena me një gjë të tillë, sepse për mua është një regres tepër i madh, një fatkeqësi e madhe me mbyll një shkollë. Është si me qenë duke fik një dritë dijes. Dhe si është ky raport i emigrimit në krahinën tuaj, në TUS? Them drejtën, këtë aspekt TUZ-i nuk e ka ndjer aq shumë saq shikohet faktikisht në Shqipëri. Sa vërehet këtej. Pra, sa vërehet në Shqipëri, pothuajse në të gjitha zonat, pa marrë parasysh. Ndoshta në zonën ose në malsinë e TUZ-it, emigrimi ka qenë shumë vite më përpara, shumë herë më i theksuar. Do të thonë, impakti i tij është ndiej më herët në kohë. Patjetër, sepse një pjesë e madhe, një pjesë e madhe malsorëve të TUZ-it jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është vërtet. Shumë herë është popullsia, domethënë po ta marrim atje jetojnë një pjesa më e madhe. Viteve të fundit nuk është se mund të ketë familje që kanë emigruar, që janë larguar nga malësia, por nuk është aq i theksuar sa që është në shtetin shqiptar. Ka një moment ku ka gjetë një lloj prehjet, një lloj paqe, edhe njerëzit po adaptohen me vendin ku janë dhe vazhdon aty shkolla, ndoshta ka aq sa duhet ato prurjet e tyre nga të rinjt. Në këtë aspekt e thatë edhe ju vetë që emigrimi është një ndër plagët më të thella që secila familje shqiptare sot e ka. Por ndoshta ajo që ndikon më shumë është sepse edhe tek ne nuk është se kemi aq shumë nxënës siç kanë qenë më përpara. Mendoj që është pjesa e më shumë rënja natalitetit sot, sepse familjet kanë qenë shumë herë më të mëdha, ka pas më shumë fëmijë. Edhe sot rënja e lindjeve. Pra, rënja e lindjeve, kjo pjesa ndoshta sot të rinj janë mjaftueshëm me 1-2 dhe dy ka fillu të jetë luks. Patjetër, kështu që në këtë aspekt pra po them TUZ-i sa i përket emigrimit nuk ka aq shumë, pra nuk është se largohen aq shumë. Nuk ka këtë impaktin që ka të paktën. Po kaloj pak në jetën personale. Më pëlqen nganjëherë me cek jetën personale të personazheve. Çka do të më thonë me kanë nusën TUZ? Në këtë aspekt do me thanë shumë. U sjalla krejt në krahinën tonë, edhe fola krejt si flitet në krahinën tonë. Patjetër. Tu i kem se jam malsore, tashma edhe dihet, edhe e martuar në malsor në TUZ. Të jesh nuse në TUZ, do thot normalisht që prej vitesh që jetoj atje, i kam gjetë veten në shumë aspekte. Tu i kem se malësia e madhe, malësia Knej Kufinit dhe Andej, nuk kanë shumë dallime sa i përket traditave, zakoneve, dhe e them me kënaqësi që jam përshtat mirë, dhe ndoshta që unë përshtatem ka bërë që gjej një familje që më kanë dhënë mbështetje, njerëz të mrekullueshëm. Dhe mune me thonë që unë edhe sot pas shumë vitesh jam shumë herë më e lumtur që unë jetoj atje, jap kontributin tim atje, kam një familje të mrekullueshme
me 2 fëmijë, 2 djem, kështu që është një gjë fantastike kur në një grua që thotë jetoj pranë njerëzve në cilët jam adaptu, domethënë aty ku jem martu s'pari, kam një familje të mrekullueshme, sepse ajo gjaja shtylla kryesore e kësaj kohe që po lëkundet është familja. Edhe realisht unë jam shumë e gëzuar sepse në këtë studio unë kam pas për herë pothuajse miq të cilët kanë këtë shtyllën e endet pa lujtshme. Edhe ajo që ka reflekton ti sot, mu më mjafton që me ka një grua jashtëzakonshme, ka një familje e cila është edhe mbi supe, por është edhe një familje e cila që t'jep këtë shkëlqimin me najone. Ndoshta, pa tjetër, unë menoj, jo ndoshta, po e them pa droj që baza e shoqërisë është familja. Pa diskutim që Dhe nuk është e lehtë të arrish me ndërtu sot. Tu i kanë ndikimi edhe i faktorëve të ndryshëm e tjerë, por njeriu duhet me kanë i paluhatshëm në këtë aspekt edhe thjesht duhet me kanë falenderues në ato se çfarë ke në jetë. Thonë gjithmonë, po them jo vetëm në aspektin e familjes, por në çfarë do lloj aspekti tjetër. Nëse nuk jemi mjaftueshëm falenderues, atëherë gjithmonë njeriu kërkon, sepse ne jemi qenie që kërkojmë, jemi në perfekcion, por sa i përket këtij drejtimi, thjesht e falenderoj Zotin. Perfekcionin kena me arrit edhe s'kena me arrit, ajo që mendojmë ne se është perfekcion nga herë e kena te i kalu. Këtë e kam të sigurt. Por po lexoj diçka për publikun, po lexoj diçka dhe mandaj do t'ja shuj kurreshtjen çka është kjo që po lexoj. Ndjej aromën e luleve në pranverë. Fladin e lehtë të erës, gëzimin në fytyrat e fëmijëve. Dëshiren për një përqafim. Ndjej luhatjen e mendimeve, ekun e zërit në hapësirë, zemrën që pulson pa pushim. Syt që lypin me të pa, e dashurinë që fund nuk ka. Janë vargje të mrekullueshme dhe me Sidorelen herën e parë, në prezantim parë, unë nuk e njoh si mësuese, unë nuk e njoh si një moderatore shëmbezoja, nuk e njoh si një person që shpaloset për librat edhe shpalos libra për të tjerët, por e njoh si një poete. Edhe kjo është e bukur që ne nuk themi se kemi një poete, përveç të gjitha ne kemi një poete. Por një poete që hende nuk e ka marrë guximin për me sjell një broshurë vëllim me poezitë e saja, por poezitë e saja bajnë xhirën e pjacës në për vitrinat, kisha me thënë, të gjithë faqeve letrare, siç është edhe një prej gazetave më të mira që kena në Kosovë, Observer Kult. E pse është kjo hobi kaq e madhe, kjo dëshirë kaq e madhe me shkru, po kaq modeste me ty, apo ti me të? Kjo pjesa e shkrimit për mua është pasion. Edhe mune me thanë që prej momenteve të para kur unë kam fillu me shkru, ndoshta kam qenë dikun nga klasa e 8 shkollës nënvjeçare, kam hedh ato vargjet e para dhe kam vazhdu pastaj edhe me shkollën e mesme. Kam pas fatin... Me thanë, qysh në klasën e 8, ti ke fillu me shkru për herë të parë. Po. Si është njësia me shkru qysh në klasën e 8? Sot kena shumë vite, mas klasë të 8, unë e di që me thanë 14 vjeqe, 15 vjeqe, shkrimet e para. Realisht në letërsi, njerëzit fillojnë me shkru në këtë mosh. Ka shumë shkrimtar të mlaj që me përkojnë me mosh të tillë fillesat e tyne. Por si është sot Sidorela me fillesat e saj? Pra po e them që kam pas fatin ke mësimdhënësat e gjuhës dhe të letërsisë që edhe më kanë shty. Kanë pa diçka tek unë, që edhe në drejtimin e profesionit, por edhe në këtë aspektin e pasionit që mos u ndal, vazhdo. Është diçka e brendshme e jotja që ti nuk duhet ta mbash brenda, duhet ta nxjerrësh atë pasionin që e ke. Kjo është me të vërtet fat, sepse gjithmonë mësuesat e letërsisë janë ata që lajnë gjurmë të para tek ne. Tek njerëzit që shkruajnë pa diskutim. Kam pas edhe unë fatin, ke mësues letërsie që më kanë thënë, shiko se këtu ke një pikë tënde të fortë, zhvilloje.
E këtu është ajo geni që fillon edhe ripërtrihet brenda tejet. Edhe si sot e kujtoj me kënaqësinë më të madhe, kur po e them një vajzë 3-14 vjeçare, kur merr, edhe sot e kam atë fletoren. E ruaj shumë biles, që i kam ato vargjet e para. Edhe shpesh herë e marr dhe shfletoj, qeshem edhe me vete, sepse normalisht kuptohet sapo ka filluar të shkruaj, por prap e kam atë nostalgjin. Duket se e gjej, sepse kërkoj, edhe në përditshmëri kërkoj me gjetë atë vajzën çapkëne, me mungon, me ik pak prej realitetit. Po pra, këtë lidhjen mes Sidorelës 14 vjeçë dhe sot. Do të thonë pjesën e shkrimit, në çfarë kanë vështrimit e shef. Sepse ti kërkon me e gjetë, por Sidorela sot ka një realitet tjetër. Nuk është realiteti që ki pa. 14 vjetë që je në një botë ende me ëndra pa fund dhe me pasione, me shumë qëllime përpara. Ndërsa sot një realitetin e kemi përpara. Disa për këtyre pasione dhe qëllimeve i kemi, i shfrytëzojmë ose edhe i kemi arrit, janë çëna të ndryshme. Si është ky raporti? Sot normalisht se nuk mund të jesh po e njëjta siç para shumë vitesh dhe sot, sepse njeriu kalon faza, ke një eksperiencë tjetër jetet, por mendoj që në këtë aspekt, në aspektin e poezisë, njeriu kërkon më u pjek. Dhe por prap po them, ajo Sidorela që ka qenë më përpara, në krahasim me sot, normalisht që njeriu gjatë viteve rritet, ndryshon, e ndryshojnë edhe faktor të ndryshëm, dhe mendoj që ajo Sidorela që ka qenë më përpara, që i kam shkruajt ato vargjet e para, në krahasim me sot, ka një dallim shumë të madh, sepse edhe vetë jeta ndoshta sa më shumë që njeriu rritet, kupton se bota nuk është në atë formë që sikur e ke menduar kur ke qenë një vajzë 3-14 vjeçare. Kupton se njerëzit nuk janë një lloj, ose nuk janë të gjithë. Ka pra, është në një farë forme bota e ka dhe atë egërsinë e vet. Dhe në këtë aspekt ndikon brenda nesh, gjithçka ndikon. Patjetër, ndikon brenda nesh, si nga ana, do të thonë, si anët pozitive, edhe si nga ana negative, ndoshta kjo ka të bëjë që ne, si po e them, po e quaj tashmë veten si një që shkruaj, si një poete, çfarë do lloj aspekti, do të thonë, çfarë do lloj faze që kam kaluar në jetë, ka lënë gjurmë. Dhe ato gjurmë tashmë janë pasqyruar nëpërmjet vargjeve, të cilat shpesh herë ulem, i shkruaj me dëshirë, me vullnet dhe pas forcim. Rrjedhin krejtësisht natyrshëm çdo varg, çdo fjalë, sepse mundohem ngaherë e përfundoj. Ndodh që ta përfundoj një poezi dhe ti rikthehem. E shoh që s'munem asnjë fjalë tjetër me shtu. Ka dalë ajo natyrshëm me një frym, mund ta them. Dhe nuk redaktohet, as reduktohet, as redaktohet. Janë mbet ashtu siç e ke shkruar në atë moment. Sidorela, do të kisha dashur, jam kurioze, pse ti nuk e ke ende një vëllim? Duke qenë se në këtë aspekt ndodh që t'jem shpesh herë edhe skeptike, edhe pse kam marr kritika pozitive, kur i nxjerrja po i botoj, siç e thatë edhe ju në rrjete sociale, edhe te revista të ndryshme letrare, patjetër, kam marr shumë herë, po them, menime pozitive që pse nuk boton, çfarë po pret, edhe për njerëzve që janë, që me të vërtet gëzojnë një autoritet, edhe në këtë aspekt janë njerëz të afërt mi dhe që kam unë shumë besim tek ata. Dhe ndoshta deri këtu kam dashur me shiku veten se ku jam me këto poezi. Kam një numër të konsiderueshëm të poezive, të cilat jo gjitha i kam botuar, patjetër janë në arkiven time me 10 poezi, të cilat mendoj, ndoshta në një të ardhme të afërt, edhe mund të botohen, por jo se ka pas ndonjë arsye që nuk janë botuar, por thjesht kam dashur me pjek vedin në këtë aspekt që kurdo që dalin që unë t'jem e sigurt, kjo është më rëndësi.
Ndoshta kjo është arsye Mënyra jote e shkruanit mund vjen gati pak e përzime, pak në dialekt edhe pak në standard. Qasja jote ka me qenë në standard një botim apo në dialekt? Në këtë aspekt edhe shpesh herë konsultohem edhe me njerëz të ndryshëm të fushës së letërsisë. Personalisht unë e gjej veten, me thënë ato poezitë të cilat I shkruaj ato vargje më dalin krejtësisht natyrshëm. Kuptohet që unë jam e zonës Veriut edhe Gegnishtja është kuptohet, jam rrit me këtë dialekt. Edhe mendoj që është më afërt me shpirtin tam. Patjetër, do të thënë ngjason shumë me shpirtin tim dhe më dalin krejtësisht natyrshëm në këtë formë. Por I ndërthur. I ndërthur nuk është të thënë që unë shkruaj vetëm në dialekt, ndodh që disa poezi ti kem në standard, disa poezi ti kem në dialekt, dhe në këtë aspekt nuk mendoj që ka ndonjë problem që nesër të botohen, mund të jenë disa poezi që do të botohen në standard. Unë kam një në dialekt që është botuar tashmë tek Observer Kult, por me dasht. Edhe po se e lexova një më parë që ishte gjysmë, kjo është krejt dialekt. Me dasht unë I veshi dimnit ngjyrat e prenverës. Andrat I thurin beze, ty që një spukur me magjin e vjeshtës. Me dasht unë I shkrija kullajet e zemrës, me zjarrin e shikimit e nejzun mrena vetes. Me dasht të shkatroj malin e nërtum prej egoizmit. Me të mbi natyrshme ndashnit dalën prej shpirtit. Unë me dasht I thej kujtim kufite me ndimeve, qiellin e syve tu e kthejnë horizonte për qafimesh. Me dasht edhe të tohtin e kthejnë prush, e shkij krejt mallin, të kthym në car, pam dit askush. Kjo ishte një poezi me të vërtet shumë e bukur, e kam lexuar dhe mbeti disi në mendjen time, por të shoh shumë në dialekt dhe mendoj që aty kemi pas mundësi me u shpreh më amël. Ti je autori që krijon të ty atë vorbullën për me dasht me shkru, ndoshta ose të paktën është një udhërrëfysi jote. Duke qenë patjetër edhe pjesë e fushës me 10 poezi të shfletuara që shpjegoj gjatë orëve të mësimit dhe që lën gjurmë, mund ta them është Martin Camaj. Martin Camaj, nuk e diskutoja. Është një shkrimtar hermetik, do të thonë që ato poezitë e tij më lanë një shije të mrekullueshme dhe I rilexoj disa herë dhe edhe teksa I shpjegoj me një ëndje, me një kënaqësi shumë të madhe, por jo vetëm kemi plot shkrimtar nga zona jon. Absolutisht, thjesht ishte një indicje, domethënë ku merr frymëzim Sidorila. Sidorila kurrikula në përshkolla, po I kthehem edhe një herë kurrikulës në përshkolla, ka shkrimtar tashmë nga të gjitha etapat e letërsisë. Nga letërsia shqipe çka ju ofrohet sot të rive? Po flasim për autorët, kryesisht më së tepërmi. Patjetër, në këtë aspekt, siç e thatë edhe ju, se normalisht kurrikula është mjaft e zgjeruar dhe ka fatmirësisht sot nuk mungojnë, pothuajse nga etapat prej letërsisë vjetër, mund të themi. Edhe deri te letërsia bashkohore ne I kemi të përfshim nga viti I parë deri në vitin e 4, pothuajse të gjithë shkrimtarët duhet ndalem tek letërsia bashkohore. Kë quajmë ne sot autor bashkohor. Do të thonë, çka I serviret brezave prej autorëve të bashkohor. Kjo më ngacmon disi mbrëna vetes. Patjetër, mund të them se bile se gjajmë disa herë një ndër shkrimtarët e letërsisë bashkohore kemi tashmë edhe të ndjerin Ismail Kadare. Me prozën, do të thonë, me romanet e tij, por jo vetëm. Po ashtu në zonën, do të thonë në pjesën e Tuzit, I kemi të vendosur edhe shkrimtarët të cilët po I quajmë që për shembull kemi edhe ata të zonës që I kemi edhe Anton Gojçaj, Fran Camaj, ka edhe pra që shkruajnë, që kanë shkruar. Kemi edhe një shkrimtar që është poet, edhe ai e ndjer Noksinishta, edhe ai ka një disa vëllime poetike që I kemi pjesë të plan programit. Po ashtu edhe shkrimtar të po e themi të letërsisë edhe të pjesës së Ulqinit. E kuptoj. Domethënë ka pjesë nga kurrikula nga disa treva, domethënë nuk ka nga disa treva. E kuptoj.
Për sa i përket edhe një panajir i librit që zhvillohet në Tuz, unë e di që ti je pjesë e pandashme e këtij panajiri. Sa është i larmishëm ky panajir për publikun, edhe se sa janë të interesuar sot njerëzit me ble libra, me pas libra, me kriju një bibliotek nga fillimi, se na brezat e kina gjetë si gati një bibliotek, po a ka breza që fillojnë me ndërtu për fillimit një bibliotek? Në këtë aspekt fatmirësisht që prej viti 2019 ku Tuzi e mori tashmë autonominë, patjetër. Një komunë të plot, fatmirësisht ka plot aktivitete të cilat organizohen, sidomos po e theksoj për kulturën, dhe viti 5 radhazi ishte 2024 që organizohet panajiri i librit në Tuz. Mirë. Dhe po, patjetër jam shpeshherë pjesë e atyre aktiviteteve, domethënë si moderatore, por gjithashtu me nxënësit shkojmë, vizitojmë panajirin, jo vetëm në Tuz, e kemi me plan edhe në Tiranë edhe kudo që ka në këtë aspektin ku është libri, aty janë edhe nxënësit, jam edhe unë. Është me rëndësi sepse sado që të ndikosh, sado që të mundosh, sepse sot është ajo ku thuhet ajo thënia klishe që sot nuk lexohet. Mundohen i kot, lodhen i kot, jo. Unë asnjëherë nuk e konsideroj që lodhem kot, mundohem, se e shoh se sa do pak, sa do gjurmë të vogla të lesh, të mundosh patjetër që ndihesh e kënaqur, e plotësuar. Dhe në këtë aspekt pjesa e bibliotekës personale, edhe në diskutim me nxënësa, shkojmë, vizitojmë panajirin, patjetër që rrinë për disa ditë i hapur, kuptohet, dhe ka prej atyre nxënësave që kanë edhe biblioteka të pasura personale, që i kanë librat e tyre që i blejnë, i shfletojnë, i lexojnë me kënaqësinë më të madhe, dhe mos ti bëjmë gjërat absolute, po në këtë aspekt relative, sepse ka të rinj. Jo të gjithë janë një lloj, jo të gjithë kanë të njëjta qasje, ka të rinj për atyre që ende dëshirojnë të lexojnë. Patjetër. Edhe unë kisha dashur që para se me mbyll këtë emision, kisha dashur të më lexoj një poezi tënde, edhe më na dhënë fjalën këtu në emisionin Pena e Shkodrës që ti kemë botu së shpejti vëllimin tënd me poezi. Patjetër, unë kam përzgjedh 2 poezi, në fakt të cilat nuk janë botuar askund. Okej, është këtu e kemi klish për herë të parë. Melodi. Në tingujt e heshtur të melodisë së jetës, jam unë, je ti, ndoshta dikush tjetër. Je tekst pa titull që zemrën ma çon pesh, fajtor është tingulli kur pa leje bahet pjesë. Melodi e heshtur që askush se kupton, përkthyes kam shpirtin kur notat i nigjon. Bukur, e veçantë shumë. Përkthyes kam shpirtin që notat në dëgjon është fantastike. Faleminderit. Jeta. Kohë e limituar si një shpirt i trazuar, me shumë ëndra ngarkuar, e shpesh misteri pa zbuluar. Në lumin e madh të jetës rrjedhin momente pa pushim, herë qeta dhe plot shkëlqim, herë të trazuara me plot tërbim. Rrugët tona shumë herë i pastronera, duke fshirë çdo pengesë. Shpesh i lag shiu i pa shpirt, duke shkatruar çdo shpresë. Si pemë të shtat larta, me krenari qëndrojmë. Stuhia i thyen degët e njoma e thata, por rënjët do të si shkatron. Në përstinet e jetës endemi të pa dorëzuar. Dashurojmë të nxehtit e verës, shtektojmë me ëndrat e vjeshtës. Dimri shpesh na pret në besë, por pranvera na vesh gjithmonë me shpresë. Unë të uroj shumë suksese dhe dëshiroj me të vërtet që pas këtij emisioni të jetë një spuntë shumë e madhe me na tetë për me botu librin tënd parë. Edhe pse jo ti jesh në Shkodër për një promovim, se do të ishte me të vërtetë e mrekullueshme. Të faleminderit për njeriu që je si Dorel edhe për pasionin që përçon me misionin tënd shumë të rëndësishëm, ai që është i mësuesit në radhë parë. I asaj dritës që i duhet çdo brezi realisht. Të faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pena e Shkodrës. Ishte kënaqësi, të falenderoj përzemërsisht, ndjehem shumë e privilegjuar që jam pjesë e këtij cikli emisionesh që i ban me shumë dashuri të madhe.
dhe të përgëzoj gjithashtu edhe përshëndes të gjithë adhurusit e televizionit, dëgjuesit dhe teleshikuesit. Faleminderit edhe një herë. Të dashur miq, ne do ta mbyllim këto. Patjetër, si Dorela thotë që të lësh një gjurmë është më të vërtetë e mrekullueshme, por unë them kjo gjurmë sot tregon se sa dritë do të kemi tek brezat nesër. Me këtë dua ta mbyll këtë emision. Uroj që të kemi përçuar tek ju atë mirësinë që ne kemi sjell, por pse jo, pasionin dhe misionet kryesore që ne kemi nuk duhet i harrojmë asnjëherë. Mirupafshim së bashku të shtunën tjetër.